Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Demit. Të dashur Demër në shikim të parë tregon një periudhë tuan kogja të vështirë. Të vështirë nuk do thot patjetër në dashuri, nuk do thot patjetër në punë apo familje, por diçka ndiku të vështirë. Dhe sigur keni dhënë kogja, jeni munduar të rregulloni, të kontriboni në atë lidhje, në atë punë, por sikur s'ka patur shumë efekt. Të dashur, çfarëdo që të japim sot në jetë, edhe qoftë njeriu të gabuar apo situata e gabuar, ajo energji nuk humbet kurrë, këtë ta keni të qartë. Çdo gjë, ta them kështu në mënyrë metaforike, sikur futet në një thes dhe qëndron aty. Në momentet kur si presim, ato na shpërblen, kemi dhënë dhe asgjë nuk vete kot. Qoftë dhe njeriu të gabuar, qoftë dhe situata e gabuar. Kërkoj ndjes, do thotë që vërtet nuk humbet as edhe një gjë. Dhe me një farë, tu shikoj sado që keni mbjellur farat e juaja me kujdes, qofshin përpjekje që ke bërë në një marrëdhënie, në punë apo në jetë personale, 4 të lejtive t'i quaj kështu, stabilitetin, mbështetja, rrënjë, je njëri që e vlerë gjërave që ndërtohen me dashuri dhe përkushtim, por tani, siç po them, duket sikur je në një fazë ku po pyet veten, a thua po më kthehen gjëra që po jap? Çfarë jam duke bërë, sikur asgjë s'po marr? Dhe kjo na ka ndodhur gjithëve, absolutisht jeta është e tillë. Jo gjithmonë marrim nga ato që japim, nga njerëzit apo situatave që japin. Ato po na kthehen, po jo ndoshta nga ata që kemi dhënë. 7 gjetheve letra tregon se je një moment vërtet vëzhgimi, po mat frutet e punës tënde, po analizon se çfarë ka funksionuar ose çfarë jo. Është një farë mënyrë si lloj reflektimi të dashur Demër, qofshin në lidhje çfarë po bëj këtu, çfarë jam duke bërë, nuk e bëj dot më. Është një thirrje për të mos nxituar, por për të qenë të vëmendshëm. Nuk është koha për të bërë hapa të rrezikshëm, por për të parë qartë ku po ju çon rruga që jeni tashmë. Një lloj analize. Kalorësi i zemrës së dashur është shfaqet si një figurë që përfaqëson një ofertë, një person që afrohet me një qëllim të mirë, por me ritëm të ngadalt. Ai vjen mbi breshkë, shikoni këtu. Si që vjen vërtet mbi breshkët që tregon është një energji e ngadalt, gjërat ndryshojnë, por që me hapa pak më të ngadalt. Çfarëdo që jeni duke bërë është një këshill t'i bëni ngadalt, t'i analizoni dhe një risk i kalkuluar, do të quaja. Një risk i kalkuluar. Prandaj tregon që mundësitë janë aty, por duhet durimi. Mund të jetë dikush që të mendon që ka ndjenja për ty ose një projekt që ka potencial, por që nuk ecën me shpejtësinë që ndoshta do ta dëshironit, apo një lidhje që jeni dhe sikur nuk është duke dhënë atë me shpejtësinë që do ta dëshironit. Dhe bota, të dashur, është letër kogja e fuqishme, i tregon përmbyllje, arritje, një cikël që po përmbyllet për të filluar diçka më të madhe. Qoftë një lidhje, qoftë një punë në familje, çfarëdo është duke u përmbyllur, jeni duke i dhënë fund diçkaje, je gati me një farë mënyrë të dashur Demër të shohësh më gjerë, të dalësh nga rrethi i zakonshëm dhe të kuptosh se ke kaluar një rrugë që të ka përgatitur për diçka më të madhe. Tani po e marr thjesht një shembull, po marr një lidhje. Keni parë që aty nuk po funksionon. Nuk do të patjetër që personi është i keq apo jo gjithmonë 2 persona përshtaten. Mund të jetë që të dy jashtëmase të mirë, por që si persona nuk përshtaten. Dhe kjo nuk duhet të ashu. Keni dhënë, s'keni marrë atë që keni dashur, jeni munduar. Dhe kjo është ajo që me një farë mënyrë po e përmbyllni. Dhe kjo është sukses, absolutisht. Është sukses duke parë apo duke reflektuar që mos qëndrojmë në një vend ku vendnumrojmë, dhe nuk ka asnjë përparim, ta them në atë kuptim. Dhe kjo është ajo përmbyllja, mund të jetë të kaloni në një nivel tjetër me personin, apo thjesht të përmbyllet përgjithmonë.
Sido që të jetë, kjo është një reflektim dhe një kërkesë për ju të dashur. Nuk është se asgjë nuk po ndodh, ju thot leximi, po ndodh por ngadalë, por me rrënjë të forta. Do thot çfarëdo që jeni duke bërë, kjo fazë është përdurim dhe vlerësim. Mos u dorëzo përballë ngadalësisë, nga që s'po shikon rezultate me njëherë, që i duam të gjithë të shpejta. Thoshte gjyshja ime, të mirat vinë dal ngadalë, e keqja vjen shpejt. Tani ti qëndrojmë asaj dhe në shumë kultura e përdoret kjo thënie të dashur. Pra sepse pas këtij kapitull vjen një hapje madhe, je shumë afër një suksesi, të çfarëdo lloji qoftë ky problemi këtu, më afër në fakt se që mendon. Bëj gati veten për një përmbyllje me dinitet dhe për një mundësi të re që shikon më larg se hundat, si themi ne, është diçka më e madhe. Do thot, ky reflektim, sa çfarëdo gjitha gjërat që kemi dhënë një personi të gabuar, do të gjenden aty ku nuk pret në fakt. Dhe do jetë një përmbyllje e suksesshme. Mos harrojmë, shpeshherë themi, kam dëgjuar që unë nuk do dua kurrë më siç kam dashur. Jo. Nuk është vërtet. Derisa të kemi një zemër që rrah, mund të dashurojmë. Dhe nuk është e vërtet që dashurojmë një herë në jetë. Duam në forma të ndryshme, nga që nuk mund të duhet të jetë një dashuri e njëjtë me secilin njeri, nga është individuale, por që absolutisht dashurojmë prap. Dhe këtë shans duhet ta keni në mendje të dashur demër, nëse nuk është për dashuri, çfarëdo që jeni zhgënjur, çfarëdo që keni bërë një rrugtim të gjatë pa patur sukses, është aty. Merrni ato hapa për t'ja dhënë vetës mundësinë të jetoni, ta them më troç, të jetoni e jo të mbijetoni, të dashur demër.